Ky vit, viti 2025, ka qenë për mua një vit me të gjitha nuancat, i bukur, sfidues, i suksesshëm, një vit pune, një vit televizioni, një vit ambicie. Po kaq i bukur, aq dhe i vështirë. Do e thoja këtë të fundit për shumë arsye, sepse çdo ditë është një sfidë, një dinamik, një emocion. Por kjo jetë është një udhëtim dhe duhet udhëtuar edhe kur ditët janë diell, edhe kur aty ka shi, ka erë të fortë, e ndoshta edhe fortunë. Forca e brendshme më ka bërë t'i kaloj, pyes veten nga ka ardhur ky motiv, Angjeli. Do thoni ju ku e gjej përgjigjen? Përgjigjen e gjej pikërisht tek pasioni. Pa të nuk do mundja të frymoja. E di që për shumë kënd mund të tingëlloj çuditshëm, por unë shijoj dhe sfidat në jetë, edhe ditët gri, sepse janë ato që më kanë bërë sot një Angjeli më të fortë, më të bindur, për të ecur përpara. Nëse vështirësia nuk do ekzistonte, si vallë doja dinim kuptimi i lumturisë. Këtë vit kam qeshur shumë, kam sharë, jam lënduar, jam zhgënjur, jam thyer. Kam dashuruar në mënyrë kaq shumë universale. Jam krenuar, jam plotësuar, kam bërtitur, jam sharë. I kam përjetuar të gjitha dhe them sa mrekullisht, sepse s'do të quhesh njerëz. Po të mos i kishim këto apo jo? A do të frymoni vallë? Kë na bën human, kë na bën njerëz dhe jo robotik. Prandaj ka kuptim dhe domethënie, sepse jeta është dinamike, kurrë e drejtë, lineare dhe një segment. Gjithmonë ndryshon. E kam shumë të rëndësishme mirënjohje. Jemi mirënjohës për çdo. Jam mirënjohës për ata të cilët më kanë përkrahur, më kanë mbështetur, më kanë suportuar, më kanë dhënë një dorë, e kanë ushqyer në rrugime dhe më kanë bërë sot një Angjeli më afër. Kam në televizioni, të ëndrës time, si dashurisë time më të madhe. Ajo që më mban gjallë shpirtin dhe më shpirtërisë përpara në çdo jetës time. Ëndrat janë si bebet, duan kujdesin për veten dhe marrin jetë. Jam përpjekur me mish dhe me shpirt ja versionin më të mirë të vetes time. Uroj shumë t'ja kem dalë. Ashtu sikundërse edhe në disa raste jo, disa njerëz kanë vendosur të dalin nga jeta ime. Por unë këtyre vazhdoj t'ju e mirënjohës, po e dëgjuat mirë, sepse më kanë bërë të kuptoj që diçka më optimiste do të vinte në vazhdim. Miqësitë dhe dashuritë e vërteta janë si vera, sa më shumë kohë të rinë, aq më të mira bëhen, dhe unë këtë filozofi kam të dashur miq. Ndoshta më ralluar, por kanë ngelur ata, të cilët kanë qenë të vërtetë, ata që më kanë dashur vërtet në çdo qëndrim, veprim apo mendim. Sot dua të them faleminderit edhe ty. Edhe ty që nuk je pjesë e imja, Zoti e ka pasur një arsye edhe për këtë. Mirënjohës për njerëzit e rinj të cilët kanë hyrë në jetën time. Ka rrugtuar me mua, më kanë sjellë emocione, më kanë bërë pjesë të jetës së tyre, i kanë bërë pjesë të jetës time. Është e bukur në fakt. Janë pak emocional, janë peshkmo, edhe pse dukemi fort, por fortësia ime ka dhe këtë notën tjetër, këtë notën pak të brisht, të cilën jo shpesh herë kam vendosur që ta tregoj, që ta dëshmoj. Ndonjëherë janë këto momente të cilat i di vetëm ti dhe dhoma jote. Ndoshta dhe jastiku jot. Që kthehet ndonjëherë në mbështetësin kryesor. Shumë rrallë ndodh që të tregoj këtë anën të brisht. Njerëzit, familja, miq dhe publiku që më ndjek çdo ditë në ekran janë mësuar të më shikojnë vetëm duke qeshur këtë Angelin e buzëqeshur, i cili gjithmonë do të përcjell pozitivitet. Ndoshta sepse kemi krijuar një lloj fasade që të dukemi gjithmonë të fortë, dukemi gjithmonë heronj, e ndoshta profesioni ma ka kultivuar këtë. Të qenurit pjesë e medias të bën shumë egocentrik dhe të bën që në sytë e publikut ti të dukesh perfekt. Sepse ne kemi një mision, të argëtojmë, informojmë dhe edukojmë publikun. Por në të vërtetë, perfeksioni nuk ekziston miq, ai është thjesht një fasadë. Është një fasadë e bukur, e madhe, e plot, por as pak e vërtet. Ndaj sot dua të them vetëm diçka. Ti që po më dëgjon aty pas ekranit, je njeri, duaje veten tënde në çdo perfeksion dhe imperfeksion, sido që të jesh, gjithmonë do e kenë diçka për të thënë. Ata përsëri do të gjykojnë. Jetoje çdo ditë sikur të ishte e fundit. Shijo, jeto, kënaqu, merri kësaj jete më të mirën e mundshme. Ky monolog është një monolog shpirti. Dhe nga shpirti, sot dua të them fuqishëm,
qëndro si emisioni jonë, pa filtra.